në propagandë, në dezinformim, fake news, lajme të rreme, vetëm e vetëm për me kriju përshtypjen që kemi të bëjmë me një qeveri të keqe, që kryeministri Kurti nuk për i kryjnë punë të veta mirë, edhe rrjedhimisht me mbjellë një defetizëm në popullat. Në çdo ditë në për studio televizive, është ushqy në mënyrë agresive një ide e rrejshme që për të bë opinion publik është investu aq shumë sa që nuk është se edhe nuk ka prodhu rezultat. Ata neve na kanë thonë dyshëm, neve na kanë thonë që sa e flosëm na ju vitën. Një mendim tim. Jo, s'po du marr për shkak. A di kush është zbuluesi i fake newsit në Kosovë? A besoj? Nëse më lejon. Po. Një pyetje, Fake newsit. Kush e ka zbuluar fake newsin në Kosovë? E fake newsit. Në Kosovë. A den kush? Janë evidentu edhe me raporte të Bashkimit Evropian, të cilat e kanë konstatu si një problem dhe një rrezik real që po ndikon edhe në vendimet qeveritare, respektivisht po ndikon në keq informimin e qytetarëve që pastaj po reflekton edhe në vendime dhe në votime të ndryshme. Kjo është një realitet që cilën krejtë edhe... Ky raport i Bashkimit Evropian thotë që fake news, ky raport i Bashkimit Evropian cilit po i referoni, thotë që fake news përhapet në Kosovë nëpërmjet rrjeteve sociale, jo nëpërmjet mediave tradicionale. Për dallim prej vendeve tjera të rajonit ku përhapet nëpërmjet mediave tradicionale. Jo vetëm në rrjetet sociale dhe partitë politike janë aktive artan. Kush është, domethënë kampioni i profileve fake, vetvendosja. Në mjetet sociale thotë në gjuhën shqipe, kurse në portalen gjuhën serbe. Veç jo veç një plotësim. Kur kësaj ashton faktin që shpifja në Kosovë. Po artan. Kur ti shkitim, s'është mirë me përgjithësu, është mirë me një në emra edhe të mediave. Jo, po flas për fenomene, se s'ko marrë të me gjikun, kërkon në individualisht. Kur ti zbërthen, ti s'ki, a di ku thirrësh ti? Se fyrja është diskutohet, është normalizu këtu në Kosovë. Po dhe shpifja është bëhe pandëshkume, pra ti ki drejt me shpif sa të dënë me shku me flajt në shpe, parre që të ndjek dikush as penalisht, as ligjerisht, as 5 vjet jeni në pushtet edhe vjen këtu viktimizohesh një orë. Jo bre, unë kush mu viktimizoj? Si parti, ose individ, normal. Jo, unë veç po flasim për fenomenin. Pse po ma merr viktimizim, unë su ankova. Ti më pyete pse i keni marrë 42, por që unë po ta jep një mendim timin. Rrjetet sociale, Adel. Pra, krejt ky organizim i madh. Kush është kampion i profileve fake në rrjetet sociale? Është lëvizja vendosje. Mediave, disa mediave të caktuara dhe partive politike opozitare, këtë trinëm ka arrit me rrudh në maksimumin e vetë lëvizjen vetvendosje në atë përqindje që ti tha. Pra, në pika të shkurta, kjo është ajo se pse mendoj si e shoh une, do thotë këtë kurje të cilën ti e përmend me në shkurt. Por situata tashmë është ndryshe. Unë besoj që qytetarët e kanë lexuar shumë mirë se si është puna.